njerëzit duhet të kenë për faktin që duhet të bëjnë gjithmonë dieta të balancuara, dieta të shëndetshme, duhet të kenë kujdes me çfarë fusin në trupin e tyre apo. Absolutisht shumë e rëndësishme në çdo kohë, ndaj edhe për Ozempikun e famshëm është diskutuar kaq shumë, edhe nga ana tjetër për të parë edhe se si janë qëndrimet, edhe nga ana tjetër duke parë kështu edhe shembuj të ndryshëm nga bota e medias, edhe në të njëjtën kohë në të gjithë botën, se si kanë treguar edhe ndryshimet e tyre. Megjithatë, sot do të ndalemi konkretisht në faktet pro dhe kundër, në sensin atë çfarë mund të përfaqësoj, por edhe si mund të ndikojë në shëndetin tonë. Megjithatë, nuk i themi ne në prezantim të gjitha, sepse do i thonë miqtan të emisionit. Kemi kënaqësinë që mëngjesin e sotëm t'i themi mirëmëngjes Gerald Kola, mjek, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Remil Peqin, instruktor palestre, që do na japi edhe këshillat e nevojshme se çfarë duhet. Kështu mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Dhe në një lidhje direkte kemi doktoreshën Aurora Dollenberg. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes doktoresha. Mirëmëngjes Rei, mirëmëngjes doktore Gerald. Mirëmëngjes doktoresha. Kënaqësi që të kemi në këtë forum, po duke qenë se të kemi pak më larg, thamë ta nisim bashkë. Tani Ozempiku po flitet shumë dhe është folur për gjatë gjithë viteve të fundit. Mendimi juaj si është së pari? Unë mendoj që asnjë mjek nuk duhet të bëjë asnjëherë reklam ose ta këshillojë në mënyrë aktive marrjen e gjilpërave për rënje në peshë. Vetë fjala gjilpër është invazive në mjekësi. Doktori e di shumë mirë që edhe medikamentet kur japim do sqarojnë sa shumë efekte anësore ato kanë, ndërkohë që kur japim një gjilpër, dhe kjo gjilpër madje është insulin, dhe ua japim njerëzve të cilët janë të shëndetshëm, po vetëm se kanë mbi peshë, atëherë kuptohet që kjo nuk mund të jetë kurrë si një këshill që vjen nga mjek profesionist. Prandaj unë nuk e këshilloj në asnjë formë. Por për ata të cilët kanë një indikacion mjekësor, që kanë diabet të kombinuar me një adipozitet të shtuar që është BMI-a, ajo që është indeksi trupor më shumë se sa 30, patjetër që aty kemi të drejtë që ta japim për një kohë të shkurtër, vetëm për të nxitur metabolizmin e pacientit për të ngjyrën në mënyrë efektive dhe të shpejtë në peshë. Çfarë rreziqesh kemi ne nga Ozempik tashmë, sepse është bërë një temë e madhe, një temë globale, pikërisht përdorimi edhe nga shumë personalitete të njohura në botë, edhe sikundër edhe mjek të ndryshëm mbase mund ta kenë përshkruar si recetë, ose ka dhe mënyra të ndryshme për ta shitur edhe për ta tregtuar atë. Prandaj le të listojmë pak cilat janë rreziqet e Ozempik në organizëm. Ozempiku ose ndryshe semaglutidi është emri mjekësor, është një hormon i insulinës i cili nxit uljen e oreksit në tru, rrit kapacitetin e stomakut për të mos prodhuar më shumë aciditete dhe për të krijuar atë ndjesinë e ngopjes, pra ndjehemi të kënaqur pasi e kemi marrë edhe një sasi të vogël ushqimi dhe nxit njëkohësisht edhe shkrirjen e djamit. Pra janë 3 efekte të cilat të kombinuara me njëra tjetrën realizojnë që pacienti brenda disa javëve të humbasi deri 1 kg peshë në javë. Që është një sasi masive, mund ta quajmë ku konsiderojmë sidomos rënjen e peshës djamore, jo vetëm të ujit. Por efektet anësore që përmban një hormon i tillë patjetër direkt janë në metabolizëm, pra nëse sidomos moshat e reja, janë zonjat e reja ato të cilat tentojnë një figurë perfekte, të parën efekt anësor që ato kanë janë çrregullimet hormonale. Dhe kur flasim për hormonet, të gjitha gjinia femërore e dinë se sa të rrezikshme janë qoftë në traktin e riprodhimit, qoftë në nxitjen e mundshme të kancereve, sidomos të kancerit të tëndrit, është rrezikohet të paktën sepse ne nuk kemi studime të mjaftueshme dhe kjo është pikërisht dhe një pikë kryesore Rei që nuk mund të japim si mjek me kompetencë këshillime për sa kohë që nuk kemi të dhëna. Është një medikament eksperimental në thonjza që po testohet në popullat dhe ndërkohë është madje edhe i vjetëruar sepse ka dalë tashmë edhe një variant akoma më i mirë, siç e ditë doktor Geraldi, që është Mounjaro, që është një kombinim midis semaglutidit, pra Ozempikut, dhe një hormoni tjetër që e rrit efektivitetin e rënjes së peshë, por ul efektet anësore. Dhe në Amerikë është tashmë në eksperimentim Nex Ozempiku. Pra është Ozempiku, por pa të gjitha këto efektet gastrointestinale, të villat, rritjen e rrezikut për kancerin, rritja e rrezikut për ndryshime të tiroides, të tëmbësit, të pankreasit. Pra janë shumë efekte anësore, të cilat për një të ri të shëndetshëm, sidomos zonjat ose gjinia femërore, patjetër janë shumë të dëmshme. E qartë, ndërkohë. Ndërkohë ne i themi mirëmëngjes edhe në lidhje direkte nutricionistës Nkeleda
më falni, Ferrollari, për të na treguar më shumë, sepse në momentin që është dikush që merret më shumë me ushqimin dhe dikush i thot që shiko se unë po bëj një gjilpër në mënyrë që të dobësohem, ndoshta është pak sa edhe e trisht për ju. Ndaj edhe doja të kisha një këndvështrim edhe nga ana juaj, Ankelejda. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë sigurisht jam kategorikisht kundër përdorimit të ilaçeve apo të suplementeve për dobësim, përveç se një ushqimi të shëndetshëm dhe një stil jete të shëndetshme. Vërtet mund na sigurojë një rënje të shpejtë në rastin e Ozempikut, një rënje të menjëhershme, por që çfarë na bie, na ka rënë masë muskulore. Ky është rreziku i pari, një nga rreziqet, nuk është kryesori në fakt, sepse ka të tjera efekte anësore shumë të rëndësishme Ozempiku, por rënja e masës muskulore është ajo që është një nga pasojat e rënjes nëpërmjet Ozempikut, sikurse me çdo lloj rënje tjetër, jo të shëndetshme. Edhe Ozempiku, në rastin e rënjes Ozempikut, nuk eliminon një stil jete të shëndetshme. Gjithmonë, nëse merret në mënyrë korrekte me rekomandimet e mjekut, që shumë pak ndodh, faktikisht, gjithmonë duhet të shoqërohet me një dietë të shëndetshme. A ja vlen që të kemi një regjim stil jete të shëndetshëm, me ushqim të shëndetshëm, me aktivitet fizik dhe ta stimulojmë dhe me ilaçe? Unë mendoj jo. Sepse ato rezultate që neve arrim duke ndryshuar stilin e jetës, duke ndryshuar ushqimin, duke shtuar aktivitetin fizik, mund t'i arrim pa i krijuar organizmit probleme duke i stimuluar me ilaçe të tjera që në rastin e Ozempikut. Ke pasur raste të cilat e kanë ardhur dhe kanë përdorur Ozempikun, ta kanë treguar dhe kanë dashur një dietë për jetesë të shëndetshme prej tyre? Paralelisht ndoshta? Nuk ka ndodhur, që ti me sinqert. Nuk ka ndodhur sepse pikërisht për t'ju shmangur kësaj zakonave të shëndetshme të ngrënit shkojnë ka Ozempiku. Të gjithë ata që i orientohen zakonave të shëndetshme të ngrënit dhe stilit jetës së shëndetshme, domethënë aktiviteti fizik, të gjithë nuk kanë nevojë për Ozempikun faktikisht. Të gjitha rezultatet i kanë shumë të mira pa pasur riskun e shëndetit dhe pa pasur këtë rënje menjëhershme. Kryesisht ata që janë të paduruar, që nuk kanë vullnetin për të ndryshuar stilin e jetës, janë ata që orientohen tek Ozempiku, që fatkeqësisht janë shtuar shumë për shkak edhe të marketingut që i bëhet. Janë të bombarduar njerëzit me marketingun e Ozempikut. Sikurse tashmë, sepse është një ilaç i ri, kanë filluar të ndjehen dhe efektet e vet anësore. Një nga efektet kryesore anësore, kemi edhe mjek në studio me sa di, se mund ta shihyra, është problemi i ngadalësimit të traktit gastrointestinal, e cila e mban më gjatë ushqimin në stomak, pra uljen e oreksit. Kjo bën që të aktivizoj stomakun. Një nga funksionet e aparatit tretës është jo vetëm nëpërmjet procesit kimik që kryen procesin e tretjes, por edhe lëvizshmërisë. Pra mekaniku, stomaku që të zhvillojë të gjithë procesin e vet, lëviz, dhe duke ngadalësuar lëvizjen e stomakut apo me procesin mekanik të stomakut, përveç atij kimik, na ndodhin efekte të tjera që një problem i muskulaturës së stomakut dhe të gjithë saj aparatit tretës. Për të ndalur pikërisht te kjo që jemi duke thënë Ankelejda, që ta kalojmë bisedën edhe në studio tek doktor Geraldi. Doktor, tashmë flasim për rreziqet, flasim për dëmet anësore. Flasim për rreziqet, flasim për dëmet anësore, flasim për të gjitha. Po në të vërtet përdoret kaq shumë të paktën Ozempiku në Shqipëri në bazë të edhe ç'mund të kesh parë edhe ç'mund të kesh edhe studiuar? Në të vërtet përdoret pafund. Pavarësisht se të gjitha janë ato që shndruan, edhe doktoresha tha, edhe nutricionistja tha, edhe kushdo thot, përfundimi është që të gjithë e marrin. Sepse është ideja që janë mësuar njerëzit duke u dhënë këshilla, duke thënë bëj këtë, bëj atë, jo po kështu, duhet sillesh kështu, duhet të shkosh 3-4-5 herë në palestër. Sigurisht këto nuk përjashtojnë dhe janë gjërat më të mira dhe më natyrale të mundshme. Por është si ajo shprehja që thotë, nga e thëna në të bërë kalon një det i tërë. Domethënë janë gjëra që jo shumë njerëz i bëjnë ose një pakicë e vogël i bën. Njerëzit që janë aktivisht në punë ose që janë të zënme me
familjen, apo kanë edhe angazhime të tjera, se që të shkosh në palestër, apo të kujdesesh për ushqimin, duhet t'jesh pak i ngeshëm, thosh. Nuk është se ti... Zgjidhet si një mënyrë efikase për të kryer punë shpejt. Ozempiku është gjë më e thjeshtë, bëhet një javë, 30 sekonda, çik, edhe mbaroi filmi. Kaq. Po nga ana tjetër ka edhe efekt ansor, apo jo, flasim për kutjen... Efekt ansor është çdo gjë ka. Edhe paracetamolin, po ta lexosh atë lifletin që ka, do thuash, jo, unë nuk e përdor këtë se ky do më vdes. Kështu që nuk dua këtu të bëj avokatin e Ozempikut, por gjithsesi gjithmonë do ketë efekte ansore, gjithmonë do ketë efektet pa dëshiruara. Në fundit janë vetë njerëzit ata që e bëjnë diferencën, që unë bëj zgjedhjen, kam vullnet, kam hapësirë kohore, të shkojmë palestër, të ushqem shëndetshëm, të mas gramaturat e ushqimeve, edhe më thetë thash, e bëj, e sigurisht është më e mira për organizmin. Nuk kam këto, por ndërkohë edhe nuk më intereson fare, nuk kam body shaming, nuk më duhet se si dukem, nuk përdor as këtë, as Ozempikun, nuk është e thënë. Ka njerëz pasaj që i përkasin asaj kategorie, që edhe stilin e jetesës nuk e bëjnë do të shëndetshëm, që të shkojnë palestër e të gjitha me radhë, por edhe duan të duken mirë, që fatkeqësisht kjo është pjesa më e madhe e shoqërisë. Kështu që do përfundojnë drejt Ozempikut. Sigurisht janë masa të dëshpëruara, patjetër që janë masa të dëshpëruara. Nuk mund të përdorësh Ozempikun si first line, si zgjidhje të parë për të rënë nga pesha. Është efektiv për rënë nga pesha? Është super efektiv. Do më t'hidhen pupthit gjithë, nuk ja mohojnë dot atë efikasitet që ka për rënë nga pesha, është ilaçi magjik sot për sot. Nuk ka dal ilaç as më përpara, për të ardhmen nuk e dim. Po më përpara nuk ka pasur ilaç më kaq magjik se sa për rënien nga pesha. Por që duhet marrë me kujdes, duhet marrë në vëzhgimin e mjekut, patjetër. Pra ti do ta rekomandoje në një moment, pra unë vetë kam përdorur, kam 3 vjet që e përdor. E ke përdorur vetë Ozempikun? 2 herë në vit nga 2 muaj. 2 herë në vit nga 2 muaj? Mbi trupin tim. Kështu që unë nuk jam personi për të pyetur atë rekomandoje. Po, për të dobësuar. Pra ti e përdor vetë. Çfarë ke ndjerë diçka në trupin tënd me qenë se një fash peshe. Kur arrin 100 kg filloj Ozempikun. Shkoj në 95 e ndërpres, e filloj prap kur filloj. Cikl. Paralelisht, bën jetë të shëndetshme në sensin e ushqimeve, apo ndoshta edhe pak aktivitet fizik? Jo, se po të bëj jetë shëndetshme, nuk do shkoj atë Ozempiku, por që... Pra, ti nuk e ndjerë dëme ansore në trupin tënd nga Ozempiku? Asnjë lloj gjëje, por s'do të thotë pse s'm ka ndodhur mua, nuk do ndodhi edhe tjerëve, se jemi njerëz të ndryshëm edhe ka... Ka të bëj tek ty të paktën, ka pasur të bëj fakti mënyra se si ti e ke përdorur në kohë të shkurtër, në kohë më të reduktuar mbase se ç'mund ta përdorin njerëz të tjerë, apo kjo është koha e rekomanduar në përdorim? Një nga problemet më të mëdha që unë kam hasur edhe te pacientët janë problemet gastrointestinale, këto të vjellat, të përzierat e të gjitha. Sigurisht, ai duke qenë hormon ndikon edhe në atë moodin tënd, në disponibilitetin tënd. Të ul pak nga ajo aktiviteti që ti ke, se normalisht do ndikoj. Do ngadalsoj pak metabolizmin. Por një nga problemet kryesore që kam hasur unë pacient është që vazhdojnë të hanë edhe pse s'kan uri kur janë në Ozempik. Ky është problemi më i madh i njerëzve që bëjnë dhe unë ma jap këshill. Nuk duhet të hash kur s'ke uri në Ozempik, nuk ekzistojnë më vaktet. Nëse je në Ozempik, nuk ekzistojnë më vaktet. Ekziston vetëm uria. Do ti, nëse je në Ozempik, mund të hash edhe njërë 24 orë, apo edhe njërë në 30 orë. Mund të bësh skip edhe një ditë të tërë edhe nuk të hahet, ose mund të hash vetëm diçka të vogël. Ti për shembull në konsumin tënd të ikte totalisht oreksi? Ikte totalisht oreksi dhe unë haja vetëm kur më thërriste trupi. Unë nuk i njoh vaktet. Mund të ishte një herë në ditë në momenti që të thërriste trupi? Një herë në ditë, një herë të ditës tjetër, mund të bëje skip edhe një ditë. Edhe një ditë, ke ndonjë një ditë të tërë pa konsumuar? Mund të bëje skip edhe një ditë. Pra nuk e pasur uri fare? Fare, nuk e ke ndjesin e urin. Kafe, çajra, ujë? Po, kafe, çaj, ujë. Po gjatë një dite fare konsum, zero. Ushqim. Ti nuk, unë jam një person që jam 24 orë i uritur. Po. Unë 24 orë të më japësh të ha. Vetëm thjesht se e mbaj veten edhe nuk ha, se po të haja si do kisha shpirtin, do isha bërë 250 kg si ata në Amerikë. Kështu që unë e di çfarë është uria. Dhe e di ç'a ndjesie ti jep
dhe e di çka kënaqësie t'jep një personi të rritur kur ha ushqim. Me Ozempikun është magjike, është tak, ti nuk është ndjenje pa përjetuar ndonjëherë. Unë kur kam përdorur Ozempikun për të parë nuk e kisha përjetuar ndjenjen e mospasjes uris. Nuk e dija çfarë ishte. Nuk e dija si koncept që ti funksionon normalisht edhe s'ke uri. Pyesja unë njerëz ose edhe pacient mi thotë jo, këta që janë elegant, naturalisht, genetikisht, ata të njëjtën gjë bëjnë, si duket atë GLP1-shin e kanë të prodhuar diku në ndonjë gjen, se po bëhet tani terapia gjenetike se duan ta prodhojnë genetikisht efektin e atij hormoni. Kështu që është e gjitha uri, është e gjitha ushqim. Remil, tani në vazhd bisedës, i ke dëgjuar të gjitha, do japësh komentin tënd se kemi zgjeruar pak bisedën për të ndalur pastaj në raste edhe specifike, po. Tani unë jam kategorikisht kundra çdo medikamenti, çdo gjilpëre që vihet në trup për të ulur oreksin, sepse bëhet shumë kollaj me palestër. Edhe mund të them që çdo njeri ka kohë për palestër. Nuk ka justifikime, nuk ka gjë më të rëndësishme se trupi jot. Madje aktiviteti fizik është më i rëndësishëm edhe se puna. Ti nuk mund të shkosh në punë nëse nuk ke një shëndet të rregullt, të mirë. Dhe doja të thoya për pa hequr asnjë presje të gjithë gjërave, efektetve anësore që jep Ozempiku, që janë shumë gjëra në organizëm, do thoja që efektin e mirë të Ozempikut për rënien nga pesha e bën palestra me më shumë efekt. Nëse me Ozempik do heqësh 15-20 kg për 6 muaj, ti mund të heqësh 8 kg në muaj me palestër. Edhe është po e njëjta logjik, është humbja e oreksit. Nëse një njeri fillon edhe konsumon ushqimet që duhet, brenda 2 javësh ulet insulina e trupit. Edhe nuk do e kesh atë oreksin shumë të madh. Edhe këtë gjë e kam provuar me shumë klient. Është e njëjta gjë, të bie oreksi, nuk ke më oreks, do hash shumë mirë, do aktivizohesh me stërvitje, do shtosh masë muskulare, dhe ti kur shton masë muskulare, trupi jot fillon edhe djeg edhe gjatë gjumit. Kjo është logjika, se me Ozempikun pa diskutim që do humbësh masë dhjamore, po bashkë me atë masë dhjamore humb edhe masë muskulare. Do ndihesh më i plogësht, më i pafuqishëm. Janë gjithë efektet anësore kur bie masa muskulare. Edhe atë moodin do e kesh shumë të rënë, nuk do kesh energji gjatë gjithë ditës. Ndërsa me stërvitje është komplet e kundërta. Ndihesh energjik që në mëngjes, sepse është e gjitha nga ushqimi. Ne jemi çaham, është shpreha ne jemi çaham. Dhe unë nuk do e rekomandoja në botë pjesën e Ozempikut. Jo vetëm Ozempikun, po unë jam kundra edhe te suplementet, jo më te Ozempiku që është goxha i madh për efektet anësore. E qartë, po ndërkohë kur flasim që thua ti pra palestra të rrëzon deri në 8 kg në muaj, absolutisht, po pikërisht zgjedhja që ata persona bëjnë për ta përdorur Ozempikun është për faktin që do një lloj sforceje shumë të madhe që ti të vish kohë gjithashtu besoj. Për te dhe kohës, po do dhe një lloj sforceje shumë të madhe fizike, sidomos në fillimet e rënies nga pesha që ti t'jesh i ngranuar dhe t'jesh i angazhuar me procesin. Unë mendoj që e gjitha është çështje psikologjike. Nëse ti ke motivimin e duhur dhe nëse ke një instruktor nga mbrapa që të motivon për të bërë këtë pjesën e rënies nga pesha, është shumë e thjeshtë. Është gjë që unë e provoj për ditë me klientët e mi, nuk është se shikojnë ndonjë problem. Nëse kanë këtë motivimin, edhe bëjnë ushtrimet, edhe pa diskutim është ushqimi, se ti në palestër mund bësh maksimumi 1 orë seancë stërvitore, pjesa tjetër pastaj është me ushqimin. Varet çfarë konsumon pas atij ushqimi, nëse e mban dietën të rregullt. Dhe nëse e mban dietën e rregullt vetëm për 2 javë, besoni që është shumë herë më e thjeshtë. Të bie ky oreksi, edhe nuk e kemë problemin e oreksit që do të kesh gjatë gjithë kohës. A është koha pretekst, Gerald? Gjithçka është pretekst. Okej. Gjithçka është pretekst kur nuk ke vullnetin, edhe kur nuk je i vetë ndërgjegjësuar. Edhe palestra është mënyrë jetese, është modus vivendi, është kështu që duhet të thërras pak ajo, duhet të të vijë ajo thirrja e palestrës. Ose si shton njerëzit që mua më është bërë sëmundje palestra, kam krijuar varësi, nuk rrit dot. Por këta janë shumë pak. Ka me qindra njerëz të tjerë që e kanë provuar palestrën dhe nuk e kanë krijuar këtë varësi. Edhe unë jam përpjekur në pafundësi të shkoj palestër, edhe ata që më njohin e dinë që shkoja
i bëja abonimet vjetore dhe shkoja gjithë vitin 3 ditë. Kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja, se kur shikon ndryshimet e trupi, pa diskutim ai ndryshimi do të bëj që ti të shkosh prapë në palestër. Sigurisht, edhe atë e kam bërë dikur, edhe prapë kam të roshmë. Tani ti nuk ke pasur atë pasionin për dëshirën, qefin që kur shkojnë palestër, pra nuk të thëriste palestra? Nuk më thëriste palestra. Nuk ishte gjëja jote? Shkoja me zorë, e bëja që diçka dhe është për të bërë, në njëherë edhe shaja rrugës kur ikja. Sepse ndoshta e dje planin bë që mund të përdorësh dhe Ozempiku? Jo, flas shumë herët, nuk ekzistonte Ozempiku, flas 25 vjeç, 30 vjeç. Jo, tani Se mendoj. Tani kam vetëm 5 vjetë që e mendoj palestrën. Do e binte e këtë muaj, e këtë javë, e këtë ditë. Po të vinte doktori vetëm një javë, do e bindja 100%, që po. Interesant është. Unë them që duhet ta sjellim prapë pas një javë. Mund të ishte gjëja më e lezetshme për shembull që pikërisht nga ky paneli, edhe ti doku për shembull të mendosh. Po, se unë për shembull kohë kam pa fund, nuk është koha. Nuk është çështje kohë. Kohë kam pa fund, mundësira kam pa fund. Thjesht nuk më ngjit. Shiko, është shumë gjë normale se e kam vënë re te shumë njerëz, në momentin që sforcohen edhe shkojnë palestër, edhe nuk din ndonjëherë të bëjnë ushtrimet, nuk din se si të ushqehen, normalisht nuk do të kesh atë efektin që ti dëshiron. Ndërsa kur ti fillon edhe shikon efektin që javën e parë, javën e dytë, ty të pëlqen palestra vetëm për shkak të këtij efekti që ti merr në palestër. Madje ne jemi, do të thoya, jo të fiksuar pas palestrës, por në palestër, kur ti ke më shumë se një vit, ti shikon trupin më të bukur brenda një seance stërvitore, sepse fryhet muskuli, ke më shumë gjak, pompohet trupi, dhe ty të pëlqen ai ndryshimi. Dhe ajo bën ty që ti të shkosh prapë në palestër. Domethënë kjo është ajo. Të karikuar pozitivisht. Palestra është gjëja më e mirë e mundshme që mund t'i bëjmë trupit tonë, atë nuk e përjashton njeri, është healthy, është shëndetshëm. Që themi tani përdor Ozempik versus palestër. Jo, palestra është aja, asnjë diskutohet. Por që janë gjëra që ndodhin, nuk po them se kudo ekziston normalisht dhe faktikisht. Normalisht duhet të shkonim të gjithë në palestër. Faktikisht ka njerëz që përdorin Ozempik për të dobësuar. Të shkojmë te doktoresha për shembull, të na thot mendimin e saj për çfarë dëgjoi deri më tani, për faktin për shembull se juve mund t'ju kuriozoj ideja që doktor Geraldi, duke qenë mjek për shembull, e përdor Ozempikun. Pikërisht, kjo është mbas edhe sensacioni i panelit tonë që doktorin e kemi edhe pacient dhe unë këtë do i bëja pyetjen e parë. Doktor Geraldit që dhe qoftë se Ozempikut, edhe nga dia profesionale që ka një pozitivitet, siç e tham, atë rënien e shpejtë, na mbron nga të dalit nga zona jone e komfortit, nga jashtë që të dembelizëm, na bën të dukemi mirë, e përdori termin shumë të bukur psikoterapist, ne dukemi mirë duke përdorur Ozempikun. Pyetja ime, pse kemi nevojë më shumë se sa 3 vite dhe 2 muaj kishte doktori që e merr? Përgjigjen do jap paraprakisht vetë doktor, se pacientët gjithmonë e kanë një justifikim që the. Po mund të flasësh. Arsyeja kryesore që Ozempiku. Po ja të japi vetëm se ka një. Aurora, se mos je keq kuptuar, në 3 vite, çdo vit nga 2 muaj, jo 3 vjet e 2 muaj. Gjithsesi je i varur nga Ozempiku apo jo? Jeni i varur nga Ozempiku? Jo, keni varësi nga Ozempiku? E mirë, do ta thuash thjesht po jam i varur nga Ozempiku. Okej. 2 muaj, domethënë kjo është një varësi. Po, keni shumë të drejtë. Zonjë, jam i varur nga Ozempiku. Po, Aurora? Tash unë më fal se po ndërpres doktoresh, më fal doktoresh. Po, të lutem. Po, efekti kryesor anësor që ka Ozempiku është pikërisht efekti jojo, pra në 80% deri në 80% të pacientëve që e marrin rregullisht Ozempikun tregojnë që në momentin që e ndalojnë atë, rikthehet pesha trupore që kanë pasur para fillimit të terapisë. Po normalisht do rikthehesh te pesha trupore nëse ti ndjek njëjtin stil jetese si para Ozempikut. Ti ke qenë po ai obez, kështu që do jesh po ai obez, nuk është që ta bën Ozempiku atë gjë. Thjesht ka rënë efekti, ai nuk të mbron më. Por mua efekti jo, nëse mua do më duhet të paktën nëse ul 5 kg apo 6 kg për 1 muaj me Ozempik, më duhen 7 muaj për të rikthyer por në atë peshë, varet edhe çfarë stili jetese bëj. Kështu që
Për të vazhduar me të njëjtin stil jetese, thua. Për të vazhduar me të njëjtin stil jetese. Pasi ndërpritet Ozempikun, gjithmonë me që përjetimi është real. Çdo gjë pasi ndërpritet dhe palestra vëlla. Po e ndërpreve palestrën ti mbas një viti je po ai që ke qenë para palestre. Jo flas. Është gjitha me ushqimin, varet çfarë. Sigurisht, pra, nëse them. Por ka një gjë tjetër që sa kohë rikthehet uria pas ndërprerjes. Javën e parë direkt. Javën e parë. Për të mos harruar dhe një gjë shumë kryesore që mbase për qytetarin e thjeshtë është primarja, është postoja ekstrem e lartë e Ozempikut, i cili në pjesën më të madhe të vendeve evropiane, në momentin që nuk je diabetik, nuk mbulohet nga kasa e shëndetit. Pra nuk është një medikament i rimborsuesëm dhe nëse do harxojmë, nuk e di se çfarë formula që ekzistojnë në Shqipëri, po në Gjermani, terapia një mujore kushton deri në 1.000 euro në varësi të firmës që e blen. Që do të thotë që përveç se faktit që kemi një jojo efekt, pra rrithim të peshës, përveç se fakti që krijohet një psikologji e bartësie, pra pak të gjithëpër ne nuk mund të bijem në peshë, kemi me të duhet të paguajmë madje për të gjitha këto gjëra, për që nutricionistja zonja Engelida e tha, fitness coach e përmendi, edhe unë si mjek e familje jam e mendimit që kemi patjetër alternativa më të shëndetshme që përbëjnë dhe për ne si qenie njerëzore edhe një rrugëtim shpirtëror, në qoftë se për shembull do bënim një argjërim mjekësor 3 ditor. Ku do ulnim numrin e kalorive mundësisht ata që janë në gjendje që ta bëjnë deri në 0 dhe arrim me thjesht duke mos paguar asnjë cent, madje kursim dhe lekët e pazarit më për 3 ditë rresht, nuk kemi nevojë të blejmë as dhe një gjë. Këtë e bëdhe me Ozempikun, kurse lekët e bukës. Ai aktiviteti përditshëm ditor dhe arrim brenda 3 ditëve të arrim të ulemi në peshë deri në 3 kg, 4 kg në varësi të peshës fillestare të pacientit. Pra alternativat e shëndetshme janë të shumta, janë pa kosto dhe mbi të gjitha edhe për aspektin psiqik, sepse mendoj ajo që na lidh të gjitha diskutimet e deri tanishme është aspekti psikologjik. Pra është pikërisht ai është që të dembelizëm ajo zona e komfortit që kemi krijuar me karakterin ton, pengesa kryesore për të arritur atë qëllim që të gjithë duam të dukemi mirë, të kemi një peshë sa më optimale, por duam rrugën më të shkurtër. Jo është problemi kryesor tek gjilpëra e Ozempikut. Engelida, kështë diçka për të thënë për gjatë kohës që po fliste edhe doktor Resha, kështu që ta dëgjoj? Në fakt, doktori pas ka qenë me fat që nuk ka ndier asnjë nga efektet anësore të Ozempikut. Megjithatë, ne kemi detyrimin për të qenë të ndershëm, duhet i themi efektet kryesore anësore të Ozempikut. Sëmundjet që mund shkaktojë Ozempiku, që këto janë akoma në studim, se janë parë, po që është akoma duke u zgjeruar fusha e efekteve anësore të Ozempikut. E para krijon pankreatit, krijon skuqje të pankreasit, krijon probleme, ka rrezik që të shkaktojë tumore të tiroides. Shkakton probleme të thëmthit. Ne duhet i themi këto, pavarësisht nëse doktori nuk i kanë ndier këto efekte anësore, por këto duhet i themi dhe është shumë e rëndësishme të i themi, sepse dikush që merr një rrugtim të tillë duhet i di se me çfarë ndeshet. Dhe nuk është thjesht një efekt anësor i një ilaçi. Edhe mjeku kur na rekomandon një recetë mjekësore për ilaçet, na vë përpara efekt anësore që ka dhe merr parasysh problematikën që ka personi. Historikun patologjik që ka personi, sepse në çdo medikament mjekësor ka alternativa për të qenë sa më pak të dëmshme për organizmin, apo suplemente për të ulur efektet anësore të ilaçeve. Neve këtë e dim, edhe mjeku e di shumë mirë. Nuk është qëllimi kryesor i rënies nga pesha, gjithsesi. Në rastin estetik, kur e kemi një problem estetik, është okay dhe na krijon një problem psikologjik. Por është shumë e rëndësishme mënyra e rënies nga pesha. Në të gjithë të që tham, ne krijuam një fizionomi të një personi që është totalisht inert, që nuk ka asnjë lloj dëshire për aktivitet fizik, asnjë lloj dëshire për të ngrënë mirë, asnjë lloj dëshire, edhe vetëm zgjidhja është Ozempiku, që unë them që janë shumë pak dhe nuk ekzistojnë njerëz të tillë. Doktori ja bëri shumë mirë reklamën Ozempikut, por që ne duhet të themi, jemi të detyruar të themi. Jo, për vetë person inert jam, realisht. Kështu që po nuk je modeli pra. Mund të jesh person inert. Unë nga këto që po më thua ti, më falni se mbase nuk është korrekte, do mendoja që ti je një promotor dhe një reklam shumë e mirë Ozempikut.
falas ose i paguar, nuk e di, por që... Kelida, nuk i takon e kategorie. Unë nuk bëj reklam, zonjë, asnjë gjë, por... mendimin autentik. Edhe që ti bëj, që ta kamufloj gjën, nuk e kamufloj. Kështu që unë jam just Nuk e right. kamufloj, mund po them, ajo që po them është që duhet ja Kështu themi. që reklamën nuk e njoh, por që edhe që përballen. mos t'i themi ato që janë për t'u thënë, do thënë, e kupton? Që të gogolizohet gjëja, edhe të fillojmë tash të bëjmë kod skupe, shiko që a thash unë, shiko ashtu, nuk e bëj as këtë. Nuk e mohova asnjëherë, dhe vetëm gjë që Ozempiku ka është rënë nga pesha, që shkakton rënë nga pesha. Dhe kjo është atraktive për Ozempikun. Ideja është që mënyra se si ne i paraqesim gjërat. Por sepse është, më fal, ta mbaroj dhe pastaj mund të më përgjigjeni. Nuk është qëllimi kryesor i rënies nga pesha kur kemi probleme mbi pesha apo obeziteti. Mënyra është shumë e rëndësishme. Sepse mund të bie nga pesha. Juve vetë e pranuat që kemi efektin jo-jo. Sa e qëndrueshme është kjo rënje nga pesha. Por nuk ekziston efekti jo-jo, more. E kupton që është marketing i njerëzve që duan të shesin paketa efekti jo-jo. Efekti jo-jo... Nuk e dëgjoj, nuk ju dëgjoj, kështu që Enkelida, me qënëse për momentin nuk po dëgjoni, bëjmë një shkëputje shumë të vogël publicitare që na duhet patjetër me kohën që jemi, edhe rikthehemi pas pak këtu ku e lam.